Ndërsa dimri ka mbuluar gjithçka me të ftohtë dhe temperatura të ulta, Meda dhe Lulja kanë bërë të kundërtën. Ata kanë lënë të gjithë të habitur me zgjedhjen e tyre të papritur. Në ditët kur shumica janë të mbështjellë me pallto dhe po përballen me të ftohtin e dimrit, Meda dhe Lulja kanë zgjedhur diellin, detin dhe temperaturat tropikale. Çifti ka udhëtuar drejt vendeve të nxehta, konkretisht në Tajland, duke shijuar pushime që duken si nga kartolinat verore. Pamjet e ndara në rrjetet sociale kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Në mes të ujërave të kristalta dhe shkëmbimeve egzotik, Meda dhe Lulja shfaqen të relaksuar, të buzëqeshur dhe më të lumtur se kurrë. Veshur lehtë, me stil veror dhe energji pozitive, ata duken sikur kanë harruar plotësisht që në vendlindje është dimër. Çdo foto dhe video përcjell qetësi, dashuri dhe një shkëputje totale nga rutina e përditshme. Ky udhëtim ka nxitur reagime të shumta, ku shumë ndjekës i kanë komplimentuar për zgjedhjen dhe guximin për të ikur dimrit. Meda dhe Lulja po dëshmojnë edhe një herë se dinë si ta shijojnë jetën dhe momentet e bukura, pa u ndalur tek stina apo moti. Dhe me sa duket, për ta, dimri këtë vit ka kaluar në vapë tropikale. Nëse ju pëlqejnë lajmet nga Showbizi, na bëni like dhe subscribe.